Allahu shpërblet hoq për ligjeratën, e kemi të pyetje inshallah. Pyetja parë, Assalamu alaikum hoq, Allahu të nderoft. A është kufër luftimi vrasja e një besimtari, Allahu shpërblet mirat e tij. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vrasja e një besimtari është kufër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, hadithin e saktë, Sibabul muslimi fisq. Me shoh muslimonin është gjuna. O qitaluhu kufër, e me mbyt ata është kufër. Në hadith tjetër të saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, la tarji'u ba'di kuffar, mos u ktheni mas meje në vaqafira. Tadribu ba'dukum riqaba ba'd, që me e myt njëri tjetrin. Kurse Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'an ka thënë wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adhaban alima. Kushdo që e vret një musliman qëllimisht ka më shku në gjehnem, për gjithmonë. Wa ghadiba Allahu alayhi, Allah subhanahu wa ta'ala është i irrituar me të, wa la'anahu, edhe ka mallku atë, wa 'adda lahu 'adhaban alima, edhe për atë ka përgatit dënim të dëmshëm. Kanë ardhur 3 dënime, një mas një, pas asaj që Allah subhanahu wa ta'ala ka thonë ka me qëndruar për gjithmonë në gjehnem. Ghadiba Allahu alayhi, Allah është i irrituar me të, wa la'anahu, e ka mallku, wa 'adda lahu 'adhaban alima, ka bërë dënim të rënd për ta. Komentatorët e hadithit kanë thënë vetëm një me paskon mjafton, veç më koni Allahu i irrituar me ta është mjaftueshëm e rënd. Veç me të mallku Allah është mjaftueshëm e rënd. Veç me thonë që ki me pas dërim të dhëmshëm është mjaftueshëm e rënd. Por kur bën të treja bashkë është edhe më e rënd. Por që është vrasja e muslimonit kufër, është e padiskutueshme. Vrasja e muslimonit është kufër. Pastaj, a është kufër i madh që të nxjerr prej fesë? A është kufër i vogël që nuk nxjerr prej fesë? Kjo është çështja e cila duhet të diskutohet. Në hadithin tjetër të saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, idha qtatala, kur vritën, luftojnë 2 musliman, fal-qatil wal-maqtul fi an-nar, edhe i vrasësi edhe i vrami kanë shkuar në xhehenem. Qali ja Rasulullah, sahabët kanë thënë dërguari i Allahut, ky që ka vrarë, e dim pse shkon në xhehenem, pse ka vrarë musliman. Po pse shkon në xhehenem ky i vrami? Li'annahu arada qatl akhi, për shkak të pejgamberit se edhe ky dashti me myt po smujti. Të gjitha këto argumente, ajete dhe hadithe që ka dhe të tjera, tregojnë se vrasja e muslimonit është kufër. Por, a është kufër i madh që të nxjerr prej feje, a është kufër i vogël që nuk të nxjerr prej feje? Këtu pastaj ka shtjellime. Shtjellimi i parë është, kushdo që e vret një musliman për shkak të islamit të tij, është kafir. Është kufër i madh që të nxjerr prej feje. Thonë ka vrarë për shkak të fesë, për shkak të islamit, po ky vetë thot musliman. Po nuk është musliman, për shkak se ka vrarë për çështjen e fesë. Thonë për shkak të islamit, pse ky është musliman, për shkak ka vrarë, kjo është kufër. Nëse kufër i madh që të nxjerr nga feja. Gjithashtu, kushdo që vret musliman së bashku me ndihmë të përbashkët me musliman, është kafir, edhe nëse i vret musliman për toka, edhe nëse i vret për ujë, nëse për shkak të interes tjetër, kushdo që në bashkëpunim me jo musliman, vret musliman, është kafir, që e nxjerr prej feje. Ose kufër që nuk e nxjerr prej feje, është nëse vritën muslimanët me zveti për shkak
ndonjë kundërshtimi, për shkak ndonjë mosmarrëveshje mes vetes që ka. Dhe këto kjo nuk është shkolla e kufrit, nuk mri shkollën e kufrit që i nxjerr për feje. Qofshin këto që janë mosmarrëveshje fetare, qofshin këto që janë mosmarrëveshje të çështjeve të dunjos. Nga se për mosmarrëveshje fetare, për mesele fetare, ka luftuar dhe sahabët mes vete. Aliu radiallahu anhu me Muavijen, por asnjëri për të nuk kanë qafira. Njëri prej tyre ka të drejtë më shumë se tjetri, por askush prej sahabëve nuk përgozohet kur për kufër. Dhe Allah subhanahu wa taala ka sjellë në Kur'an: "Wa in ta'ifatani min al-mu'minin", nëse dy grupe të muslimanëve, e ka thënë Allah besimtarët të dy, luftojnë në mes vete, ama jo me ndihmën e dikujt tjetër, por ta vetë në mes vete kanë një konflikt, faslihu, pajtoni. Të dytë ka thënë Allah besimtar, që do të thonë se kjo nuk kanë nxjerrë për feje. Është kufër i vogël, vrasja e muslimanit nëse është për interesa të dunjos. Dhe kushdo që e vret një musliman, shpagimi për te është njëna prej 3 mënyrave. Një, me bë vrasje për vrasje, dhe kjo është nëpërmjet gjykimit, gjykatës shariatike, jo privat. 2, me kërkua familja shpagimin e gjakut, edhe 3, me ja falë. Nëse ja falë, thëtë Allah subhanahu wa taala: "Faman ufiya lahu min akhihi shay", nëse vllavi ja ta falë, do të thonë këto Allah ka thënë vllat këtina, kjo ka vrarë dikon. Edhe nëse vllavit ja falë, do thonë që kjo është besimtar. Nuk është vepër e kufrit që nxjerr prej feje. Atëherë thënë përfundimisht se vrasja e muslimanit pa të drejtë me qëllim është kufër, nëse është për shkaqe të cilat janë interesa të dunjos ose mosmarrëveshje që është në ato dhe fetare, është kufër i vogël që nuk nxjerr prej feje, kurse nëse është për shkak të fesë së tij, ose nëse është në bashkëpunim me ata të cilët nuk janë muslimanë, është kufri i madh, wallahu a'lam.